Me Gjergjin kameraman, nisim episodin 2, aventura Brengeni për te kthimit të trurit. Ma sa kuptuam, pritej për nesh në veprimtarin ton që të hartonim, përgatisim, studionim kuadrin ligjor në lidhje me kthimin e trurit në vendin ton, diçka që Partia Demokratike e kishte bërë edhe pse është harruar gjatë qeverisë së saj të para me fondin e ekselencës, ishte partia e parë që ka bërë Brengenin në Shqipëri, por që në ashtu siç na u propozua neve pra në përgatitjen e kuadrit ligjor, duhet thënë ishte diçka që nuk entuziazmonte shumë, sepse shihej pak si diçka burokratike, e cila do vinte në një moment të dytë dhe mbi të gjitha për ne vuante nga një problem konceptual. Në këtë aspekt që pritej Brengeni, ajo shihet pra kthimi i trurit shihet si një qëllim më vete, ndërkohë që për ne, kthimi i trurit është rezultanti i një procesi. Dhe këtu nuk është një debat semantik, por një paradigmë e vërtet komplet ndryshe e mendimit. Në qoftë se ne shohim Brengenin si qëllim më vete, atëherë do bëjmë politika publike duke sforcuar kthimin e tyre, ndërkohë që ndoshta kushtet nuk janë të mbledhura. Dërsa në qoftë se shohim se rezultatet e një procesi, do përqendrohemi në hartimin e politikave publike apo në veprimtarin ton, në të gjithë efektin zinxhir që sjell një të ri ose një të re apo kushdo që të jetë të kthehet në vendin ton. Për në një rast është një sforcim, në rastin tjetër është një efekt zinxhir me një vendim natyral në fond. Ajo që do të kuptojmë të gjithë është që në momentin që dikush shikon nga Shqipëria, fillon një numrim mbrapsht ku venitet lidhja me atë, sepse shteti shqiptar nuk ka bërë asgjë, shteti i ri lindjes, autokracia jo nuk ka bërë asgjë për diasporën, për mbajtjen e lidhjes së diasporës, për fuqizimin e saj. Dhe pak e nga pak dikush ka vetëm lidhje me familjen e vet, nëse i themi mbas 7-8 vitesh emigrim të kthehet, duke i thënë që janë shumë të mirë, kemi nevojë për ta, atëherë krijojnë konflikte artificiale në shoqëri midis atyre që kanë studiuar në Shqipëri dhe atyre që kanë studiuar jashtë, krijojnë komplekse superioriteti që sjell një kundërproduktivitet në fund dhe njerëz që janë ndoshta jashtë realitetit. Prandaj ne teorizuam tre kohët e Brengenit, Brengeni politik i pari, më i vogël në numër drejt një partie politike, Brengeni administrativ, më i madh në numër drejt administratës publike, dhe i treti përfundimtari, Brengeni ekonomik, që synon thithjen e investimeve, krijimin e sipërmarrjeve dhe bërjen e jetës në Shqipëri. Ne u përqendrojmë tek Brengeni politik, duke mundësuar për herë të parë pra që të rinj të reja të ekspertët kur do të angazhohen drejt Partisë Demokratike pavarësisht ku gjenden në botë, sepse deri atëherë mundësia angazhimit shihet vetëm nëpërmjet pjesëmarrjes fizike ose duke qenë në deg të PD-s jashtë shteti, por jo si një trup i vetëm drejt vendit tonë. Dhe kjo krijoi sfida rreth antarësisë që do i trajtojmë në episodin e 3 të këtij podcasti.